Rreziqet janë të shumta dhe në shumë drejtime, mirë po do t'i kthesha vetëm edhe një herë rastit të fundit të policit të cilit ju marrë shtetësia. Mendoj që nuk është e mjaftueshme që kur konstatohet që dikush e ka shkel ligjet e Republikës të Kosovës dhe kushtetutën, ti merret vetëm shtetësia. Ai duhet të arrestohet, të ndiqet penalisht dhe nuk mjafton vetëm të dëbohet, sepse në fundit ajo nuk është drejtësi për Kosovën. Është drejtësi për atë personin i cili ka kryer punën e vet dhe tash ka shkuar në Serbi. Por duhet të ndiqen penalisht. Dhe ana tjetër për sa i përket rreziqet janë të shumta. Ju keni pa kohë të fundit që njerëz të tillë janë të involvuar në të gjitha sferat e jetës në Kosovë. Janë të involvuar në bizneset të mëdha të rëndësishme, janë të involvuar në institucionet e sigurisë, siç ishte rasti në polici që sa e përmendëm dhe që e dim që ka pas në kaluamën dhe nuk përjashtohen që ende ka, sigurisht që nuk duhet i përjashtojmë, dhe të gjitha këto janë të rrezikshme, ka involvim po ashtu në institucionet shtetënore ku mund të bihen vendime të rëndësishme për cilat nuk do të duaj paraprakisht që palja kundërshtare të njoftohej me ato vendime dhe të merrte vesh, dhe ajo çka është më e ndjeshme është infrastruktura e sigurisë e përgjithshme dhe arkitektura e saj e cila është funksionale në këto momente, e cila në rast se informacionet të ndjeshme do të binin në durë të armikut, atëherë do të kishim pasoja edhe për vetë sigurinë drejt për drejt të Republikës së Kosovës. Por të gjitha këto pasoja mund të eliminohen me një bashkëpunim, jo të eliminohen në tërësi, se ato do të ekzistojnë edhe më atje, por të minimizohen deri në atë mosa të mos e dëmtojnë Kosovën, vetëm kur kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët janë prezent këtu dhe kanë resurset e tyre edhe profesionale, edhe resurset teknike me të cilat mund të përcjellin çdo gjë që ndodh në rajon në përgjithësi, sepse ata mekanizmat të tyre i kanë të shtrirë në gjithë rajonin e Ballkanit, jo vetëm në Kosovë, dhe bashkëpunimi i ngushtë i institucioneve të sigurisë të Kosovës me ato ndërkombëtare, sidomos me këto të KFOR-it të NATO-s që është prezent në Kosovë, atëherë Kosova si sjell një siguri të nivelit shumë të lartë dhe një siguri e cila në fakt garanton stabilitet të qëndrueshmërisë të Kosovës, dhe atëherë Serbia nuk do të mund të paraqiste Kosovën si një shtet i cili nuk është mbi bazat e një qëndrese stabile politike dhe ekonomike. Por derisa në aspektin politik kemi shpërputhje me interesat e mezhve tanë ndërkombëtar dhe kemi një farë largimi si që kemi pas këto vitet e fundit, atëherë kjo reflektohet edhe në aspektin e sigurisë. Ju e keni pa që Defenderi para këtij viti i cili u ndërprej prej SBA-s, faktikisht i tërë ushtrimi u zhvillu deri në ditën e fundit, por dita e fundit e cila është dita e ashtu quajtur D, ku marrin pjesë faktorë të rëndësishëm politik, SBA-ja nuk lejoj që ajo ditë të mbahet për të dhënë sinjal politikës që edhe pse jemi të përkushtuar për sigurinë e Kosovës, në këtë pikë kemi divergjenca dhe nuk jemi të një pajtimi me ju. Po, Zërgec, ai të falenderoj shumë që ishe pjesë e fajfit sot. Faleminderit juve.